nuk e di pse e jep kartonin e verdhë, sepse kartonin e verdhë e jep me shumë vonesë, me kartonin e verdhë e jep të dytin, e jep masi arbri, si duket i kërkon, po diskuton ma the. Edhe nuk e di se që ka ndodhur në këtë momente, po sepse... Kartoni e verdhë ka dhënë për qenë koherencë me vendimin që dha. Jo, me s'ka dhënë, ka dhënë mrapa kartonin e verdhë. Shumë mrapa. Mund t'i kujtu se tash duhet t'jap dhe të verdhë, ka thënë. Pas protestimit e ka dhënë verdhë. Në të rasteve kur hipet penaltia, shoqërohet me karton. Shoqërohet direkt, jo kur mas një 2 minutash. Mirë, ta lëm të rast, Lika, keni parë Partizanin këto javët e para, të duket rival i fort për titull, së bashku me Skënderbeu. Sigurisht që Partizani ka skuadër mirë, ka kualitete, ka zhvilluar ndeshje të mira, pavarësisht se ndonjëherë gjatë ecurisë ndeshjes është ka shkuar në dizavantazh, po mendoj se kanë interpretuar ndeshje mirë, kanë dëshirë, kanë skuadër me përbërjet mirë, sigurisht ndryshimet që kanë kapsuar skuadra mund të ketë probleme dhe fillimit të kampionatit që kanë të gjithë, por problemi është që kur diskutohet për një skuadër që do të dali kampion që javën e parë, do thonë gjithë mendojnë pastaj pse nuk po fiton, apo faktikisht krijohet një imazh që si më shumë se ç'duhet për sa i përket, pritshmëria është më e madhe për skuadrën. Unë mendoj se Partizani është në rrugë drejt, ashtu siç janë disa skuadra në rrugë drejt. Renato, edhe ju keni thënë para ca ditësh që e shihni rival të fortë për titull Partizanin. E vërtet këtë sezon? E sheh edhe pas kemi parë këto javë të para. Edhe pas ndeshjes së fundit për shembull. Besoj që midis 4 skuadrave do jetë titulli, besoj që është Skënderbeu, Kuksi, Partizani dhe Tirana. S'duhet ta harrojmë Tiranën sepse ka lojtar cilësor, sidomos pjesën e sulmit ka lojtar shumë cilësor. Ende pse aty pikërisht po çalon, po do të flasim. Besoj që do diskutohet titulli të këto 4 skuadra. Të kemi mundësi të flasim. Jo, do të flasim më vonë për Tiranën, të mbetemi ende te Partizani. Mneri. Starova vazhdon ndryshimet në formacion. Pra nuk është një formacion bazë. Thotë që nuk e kuptoj tensionin e ekipit, tensionin që ka ekipi. Si, unë e dëgjova dhe me vëmendje, sepse ajo ndeshje në mënyrë se si zhvillu ta detyronte që ti që shumë vëmendshëm ndaj deklaratave të diplomacisë, unë them që nëse ka një përgjigjes për gjendjen emotive të skuadrës, është vetë trajner. Sigurisht që nuk ka qenë as pak e bukur prag ndeshja për Partizanin, që s'dinte ku të bujte përpara ndeshjes, sepse paradoksalisht 24 orë përpara ndeshjes nuk di ku do zhvillohej ajo. Dhe sigurisht që kjo në çfarë do lloj ekipi ka ndikimin e vet. Megjithatë, qetësimin e skuadrës, krijimin e ambientit të dur para ndeshjes, po sidomos gjatë zhvillimit të ndeshjes, detyrë direkte e trajnerit. Unë them që përkundër ndryshimeve të mëdha që ka Partizani edhe në përbërje, ndryshimi i madh është në aspektin e kompozimit të lojës dhe unë them që është në përpjekje për dalë mbi një boshllëk që është krijuar. Do thonë, nëse po them kështu, shpresoj të jem i saktë dhe i kuptueshëm, nëse pas Bathës dhe Trashit ka patur një stacion, si me thonë që ka qenë në Xhipi, ky stacion nuk ekziston më dhe Partizani duhet të konfigurohet pak ndryshe, sepse ndryshe them nuk shpjegohet dot që një skuadër që ka të tilla element, ku ka 2 krahë të garantuar, si me thonë, që janë lojtarë tashmë individualitetet e kampionatit tonë, qoftë Fazliu, qoftë Mazrekaj, kur shtohet një forcë e re siç është Plaku, kur është një Raçi, shtohet Shukaj, domethënë ka brumi është aty, duhet kaluar për mendimin tim ky lloj handikapi. Okej, Gerti, si e pe uljen e Raçiçit në stol? Po, reagimi që bëri për zvendësimin në ndeshjen e parë, mua nuk më pëlqeu personalisht. Pavarësisht se ato janë reagime emocionale të lojtarëve që nuk e pranojnë ndërim në moment caktuar kur skuadra nuk është në avantazh. Por realisht nuk ka funksionuar. Nuk ka funksionuar dhe ky ngërsh që themi për Partizanin ka ardhur prej faktit ka krijuar momentet e para në çdo ndeshje, nuk ka finalizuar dhe pastaj kalon minutat, shtohet presioni, rritet besimi nga skuadra kundërshtare dhe ka çuar atë pastaj që në minutat e fundit të zgjidhë ndeshjet. Këto janë zgjidhjet e trajnerit, ka alternativa boll, bër pak komponencë profesorit,
qoftë se i referojmë akoma pozicionit të Nexhipit, domethënë që duhet një pozicion ta quajmë të lojtarit trequartist. Shikojmë shumë mirë Skënderbeun që funksionon shumë mirë dhe me një 4-4-2 tradicional, pa një pozicion. Nuk e ka patur, edhe ka krijuar stabilitetin. Ti e ke patur, është larguar, të duhet të riformatohesh. Ti e ke patur edhe të vazhdosh nga sezoni sezon të kesh të njëjtë fizionomi loje. Ka ndryshuar trajner, ka ndryshuar mendsi loje, interpretim loje. Ndërkohë që ka sjell 11 blerje të reja Partizani. Partizani po luan me 2, nuk po luan me 1. Prandaj që duhet që ka vështirësi. Po prandaj po luan ndryshe po thosh. Mirë. Ta lëm pas Partizanit, do doja të qëndrojmë pak edhe tek vllaznia Shjarri, duke që po afrohen ditë pas dite biznesmen të ndryshëm, megjithatë duket si një situatë pa shpresë. Si e sheh? Po edhe vetë protagonistët, trajneri apo dikush tjetër, kur i pyet për intervista, nuk përgjigjen, thonë, ne kemi detyrë të stërvisim lojtarët, ashtu siç thotë edhe trajneri italian apo kines që ishte ai sot me Vlorën, se ka një Polak, ka një Gjergjan, ka një Italian, edhe tha që nuk merremi me pagat, ne merremi me stërvitjen. Të gjithë bëjnë struci, na fusin kokën në ranë, edhe nuk shohin gjë tjetër. Kështu që staja pason këtë përgjigje për çështjen e financave. Financat i kanë deputetët, i kemi shnashe mirë. Kur fol për Vlorën, pse mu drejtove mua të shënoj? Jo, më jam drejtuar në drejtuesja e misionit. Edhe u blonjate, është në rregull është. Kështu që pyet Hasanin, ky di para paskena. Mirë. Neri, flitet edhe për një ndërheqje të Grimës. Të paktën kështu në ajër, jo zyrtare. Shko, nuk është çfarë mund mos pres. Domethënë, e keqja është në Shkodër më shumë se sa kudo janë efektet e politikës ndaj sportit. Domethënë gjithmonë, të paktën si refren ka vite që dëgjoj një herë në 2 vjet, sepse qëllon të mpleksura zgjedhjet parlamentare me zgjedhjet vendore, një herë në 2 vjet ky muhabet është. Domethënë, do bëhen zgjedhjet, presim kush do vi dhe qëllon që zgjedhjet gjithmonë bëhen kur mbaron kampionati dhe sa të bëhen zgjedhjet, sa të numërojmë ato të uruara vota, mbaron edhe merkata, mbaron gjithë periudhën dhe skuadra e vllaznisë sistematikisht u bë vite që hyn e pa përgatitur në sezon. Vetë fakti që mjaft nga futbollistët, pavarësisht nga ato që thot Zmijani që mund të jenë vërteta dhe nuk më shoj lidhur me anën teknike, si më thonë, të përzgjedhjes futbollistëve, fakti që ty të largohen lojtarët nuk është gjë e mirë, që shkojnë për ekipe tjera. S'po them se ky është fenomen që tash global, po tek vllaznia është i çik më ndryshe shkodranizimi, si më thonë. Ashtu është se merr Klodian Arbrin, le Vucen, le Sukën, le ku diun sa janë shkodran Polizoj Arbrin. Gilman Arbrin. Gilman Lika shkon tek Tirana. Ke ju kanë në shkodran jo. Kemi Demën. Okej. Mirë, do të shkojmë tek kronikat e tjera, sepse sigurisht zoti Lika ka ardhur për të folur për Kuksin. Kuksi ka marrë një fitore të pastër kundër Teutës, Flamurtari ka marrë një barazim në paqe me Laçin, ndërkohë që Tirana është ndalur në Qemal Stafa nga Bylisi. Ndjekim kronikat nga Alban Hasani dhe Enos Karço dhe kthehemi për të diskutuar në studio. Kolonia braziliane tërheq Kuksin drejt kreut të klasifikimit duke likuiduar 3-0 Teutën në Zëqyrimeri. Pritej shumë më tepër ekuilibër, por dursakët rezistojnë shumë pak për të mos thënë as pak, në një sfidë të dominuar nga të besuarit të Tetroizit. Në avantazh që në minutën e 7 me Moreira, ndeshja shkon në zbritje për Kuksin. Asisti i Musollit dhe brazilianit tregon aftësitë finalizuese përpara Rizvanit, duke befasuar mbrojtësin markatur. Mungesa Shametit mbulohet mirë nga Ndoni që kujdeset të mbajë larg portës Maganin e fushës, që nuk është se shfaqet i rrezikshëm më shumë se në minutën e 25 kur godet me shpinë nga porta. Tekniku Magani natyrisht këmbgul për të bërë më shumë, por është koshient që luan në Kukës kundër nën kampionëve dhe nëse nuk shkon në dhomat e zhveshjes me disavantazh më të thellë, duhet të falenderojë Rizvanin që 6 minuta nga pushimi është reflektiv ndaj Moreiras të kujtuar në pozicionin e shloje nga mbrojtësit bregdetar. Gjithsesi për 55 minutat e dy skuadrat i luajnë me 10 futbollistë, pasi Malota dhe Hila humbasin qetësinë në një ndeshje që po shkonte brenda normave fair play. Kjo detyron Troizin të ruajë ekuilibrat me Jefferson për Limën, duke tërhequr Musollin në mbrojtje dhe duke spostuar Flores përpara. Gjërat shkojnë mirë për Kuksin që shënon edhe golin e dytë në të 50-ën me Kariokën,
braziliani Deco Tobellin përpara se të thyej Rizvanin me të majtën. Teuta përdor armët në dispozicion, por nuk mund të bëj asgjë përballë një kundërshtari që ka një ritëm tjetër, pikërisht atë brazilian. Dhe Rizvani, shpëtimtari disa situatave, nuk mund të evitoj golin e tret 4 minuta nga fundi, kur Flores i jep përmasa suksesit kuksian me një silur nga distanca. Pas 2 fitores, Teuta ndal hapin Kukës, 2 fitore në shtëpi për blut dhe tani keqardhja është e gjitha se përplasja me kampionet të Skënderbeut erdhi tepër shpejt, sepse për të gjithçkaje, ky Kukës është zbavitës. Një Tiranë pa ide dhe pa forcën e dur nuk shkon më shumë se një barazim i thatë në kombëtarin Qemal Stafa përballë Bylisit. Bardheblut nuk janë sinkron me tifozerin që për 90 minuta nuk areshtur së mbështetur i skuadra. Në ana tjetër Bylisi i arrin qëllimit dhe merr një pikë që për Mallakastriotët është e para në këtë sezon. Takimi nis me Bylisin më agresiv që në 10 minutat e para ka 2 mundësi shënimi. Për minutat e tëra, loja përqendrohet në mesfushë dhe Tirana mundohet që të imponohet kundërshtarit me qarkullimin e topit. Pas minutës së 20, Bardheblut zhvendosin lojën në gjysmëfushën e Bylisit, por pa mundur që të çajnë mbrojtjen mike. Rreziku kryesor për portën e Mushicës vjen nga gjuajtjet standarde. Gjatë kësaj pjese, shikohen shumë alternime në krahët e Tiranës, por rezultatet konkrete mungojnë. Donse kundërshtari nuk e ka forcën e dur për të goditur, mbrojtja Bardheblut në momentet e veçanta shfaq probleme, ndërsa sulmit i mungojnë shënjestra e dur. Kaq mjafton për pjesën e parë. Të dyja skuadrat e nisin 45 minutin e dytë me të njëjtët lojtarë. Në dallim nga pjesa e parë, futbollistët e Bylis janë më të sigurt dhe gjysma e parë e lojës i mbushin me besim se mund t'ja dilin. Rasti i parë në këtë pjesë regjistrohet në minutën e 53, kur Gilberto nuk ka nuhatin e duhur për të finalizuar. 4 minuta më pas, Hoxha i shpërdoron një mundësi të pasër shënimi, por në fund mbrojtësi Karant bëhet shpëtimtar i portës. Pasiguria e Bardhebluve vijon edhe në minutën e 63, kur Mbella shpërdoron një tjetër rast shënimi. Trajneri Shkëlqi Muça mendon për zëvendësimet, ku Kadriu hyn në vend të Likës dhe Hoxhallari ul në sol Gërxhalliu, i cili nuk e priti mirë. Zëvendësimet japin impuls në lojën e Tiranës, por nuk ka finalizim. Përpos zëvendësimeve dhe udhëzimeve të dy trajnerëve, ndeshja mbyllet me rrjeta të paprekura. Padyshim pika i buzëqesh Bylisit, ndërsa Tirana është kontestuar në fund nga tifozeria e saj për paraqitjen e bërë. Nuk fiton edhe këtë herë flamurtari, duke krijuar një fotokopje të sezonit kaluar. Investimet mëdha dhe rezultate 0, ose më saktë 1. Pika e parë në 3 ndeshje, gjë që nuk mund të tolerohet për një skuadër që pretendon titullin kampion. Nuk ka fitues në Peqin, 0-0 përballë Laçit. Natyrisht, jo një kundërshtar i thjesht, por që pas 2 humbjeve radhazi, i linte detyrë vetëm fitoren vlonjate. Skuadra lëv, që në fakt duhet thënë e Kohutek, sepse tekniku çek me alibi së mundjen e la fatin e pikës në duart të asistentit të tij. Nuk dha sinjalin e shpresuar edhe në këtë takim, ku iniciativën në pjesën më të madhe të kohës e patën Kurbinasit. Linja defensive flamurtarit arrin të mbajnë në kontroll James, që në këtë fillim kampionati po vuan shumë mungesën e Cetkovic, ende i pari aftësuar. Mitra i bën ç'mundet, por nuk mund garantoj rifiniturën finet malazezit, ndërkohë që skualifikimi i Veliajt ka prishur ekuilibrat në mesfushë. Kuqezin, në anën tjetër mundohen të luajnë shpejt me Regjipin si pikë referimi, por ish kapiteni i Partizanit duhet më parë të gjejë hapësira mes fanellave të ngjeshura bardhezi. Ka më tepër ritëm në 45 minutat e dyta, Shea i provon të tërheqë përpara flamurtarin, por mungon qetësia në finalizimin e aksioneve, gjë që mban të paprekur portën e Vujadinovic. Edhe aktivizimi i Zeqirit nuk zgjidh një ndeshje taktike të bllokuar, që për mënyrën se si u luajt i shkon më përshtat Laçit që merr pikën e tretë. Vazhdon barazimet formacioni Cungut, që në fakt ka patur një kalendar në ngjitje, por mbetet i pamundur në 3 javët e para, duke pritur tashmë kthimin e pjesëve të çmuara për të tentuar ngjitje në klasifikim. Vendi 8 djeg shumë për vlonjatët, që kanë lënë pas vetëm Bylis dhe Vllaznin, por që më tepër rishfaq tek drejtuesit e klubit fantazmat të së shkuarës. Mirë, jemi kthyer përsëri në studio, do doja ta nisja me zotin Lika. Atëherë Teuta kryesonte kampionatin të paktën deri në atë moment dhe duket rezultati thellë 3-0. Rezultati thellë... Mund të quajmë dhe kaq të lehtë, edhe pse duket një rezultati thellë dhe i pastër. Absolutisht jo, ne në gjendje që kishim një ndeshje të vështirë me Teutën, për vetë rezultatet, për vetë lojrat që kishte zhvilluar.
Dhe natyrshëm që ishim jashtëzakonisht sigurisht përgatitur për vështirësinë e ndeshjes. Edhe natyrshëm edhe gjatë ecurisë 90 minuta ne patëm vështirësi pavarësisht se rezultati duket sikur është një superioritet i plot mbi kundërshtarin. Mendoj se kemi zhvilluar ndeshje të kujdesshme, kemi përfituar edhe disa gabime apo për meritet të lojtarëve tanë brazilianë, të cilët ditën shfrytëzonin jashtëzakonisht mirë atë sulmet tona dhe sigurisht kemi humbur edhe raste tjera, por në një farë mënyrë loja deri diku shfaqet edhe shenja e ekuilibrit. Nuk është se ne kishim një dominim të plot mbi kundërshtarin. Durrësi erdhi me shumë pretendime, kërkoi shpeshherë ushtonte presion të lartë dhe mendoj se ne menaxhuam mirë në ndeshjen dhe kjo ishte gjithë suksesi i skuadrës. Ja thoni një të fshehtë, është i kënaqur zoti Gjitsi me këto rezultate? Zoti Gjitsi me drejt kërkon lojrat mira dhe fitore, sepse është i presidentës, është i presidentet tjera, po në mënyrë veçantë mendoj se përgjithësi i ka realizuar gjithë ato që i takon atit si president për të plotësuar gjithë dëshirat, jo vetëm futbollistëve, stafit teknik. Ne kemi, siç dihet për vitesh, Kuksi ka një financim jashtëzakonisht mirë dhe gjatë gjithë kohës është munduar presidenti që të plotësojë gjithë kërkesat e futbollistëve, stafit teknik dhe natyrshëm që është shumë kërkues dhe kërkon gjithmonë fitore, i mungon. Sigurisht kampionati, i mungon dhe kupa ka shkuar deri në finale, ka shkuar deri në momentet e fundit. Ashtu që ka qenë një sukses shumë dhe në Kupat e Europës, ka bërë histori që e kanë dëshiruar. Dhe po të shikojmë në histori tash vetëm Koça e ka kaluar, se tjerëve e ka kaluar megjithëse me histori të shkurtër, po ajo mëneri. Që ju gazetari jeni me mirë shifra. Profesor, vjetë edhe ju besoj keni ndjekur që Kuksi gati 67% gole ka shënuar nga goditja standard, ka pas lojtar shumë fort në Pravavi, qoftë Dushku, edhe Malota, por Pejic në majnë e sulmit. Si vjetë shojmë që është një Kuks atraktiv, luan topin poshtë, loj kombinative, do të punonin, që punonin, do të shojmë gola dhe nga loja ndaluar, apo thjesht do mësojmë të shikojmë gola të tillë? Shiko, një skuadër përdor shumë mënyra. A që përtrebi skuadër që ka dhe pretendime për të shkuar drejt golit dhe si tu që efikasiteti këtyre veprime të shumëta që para pregatit, natyrshëm që e bën akoma më të suksesshëm. Natyrshëm që ne kemi një skuadër me shumë elementi mirë në aspektin sulmues, me lojtarë brazilianë të cilët dinë të interpretojnë jashtëzakonisht lojën 1-1 apo dinë të shfrytëzojnë rastet e ndryshme dhe sigurisht që shpresojmë që të përmirësojmë edhe ndërtimet tjera. Jo vetëm duke shënuar me aksione sulmuese të organizuara apo me veprime individuale, por edhe me raste tjera, sepse ne gjithë dimë që përqindja e golave të shënuar në përgjithësi tek futbolli ndahet me 3-4 tregues. Duke parë organikën, Lika, është viti i duhur për trofe për Kuksin? Mendoj se ne do të luftojmë deri në fund dhe kemi mundësit, ne natyrshëm që kërkojmë që të harmonizojmë akoma më tepër në lojë, të jemi akoma më shumë dhe mos kemi si tush ato lohatje që patëm edhe gjatë neshëve, që patëm neshën me Skënderbeu në i pjesë parë jo të mirë, ku Skënderbeu ishte më superior dhe pastaj pjesë dytë më të ekuilibruar. Mendoj se na duhet punojmë shumë në këtë drejtim, mundësitë i kemi, gjitha kushtet i kemi, shpresojmë që ta përmirësojmë akoma më tepër në lojën dhe të jemi më të fortë në ndeshjet në vazhdim. Javës që vjen jeni përballë Partizanit, por edhe përballë Starovës. Shiko, jemi përballë Partizanit, një kundërshtar, përballë Starovës, sepse Starova ka kontribuar prej 2 vjetësh në Kukës dhe kontributit e tij bashku me Cungu në arritjen e rezultateve të skuadrës dhe faktikisht dëshira kuksianëve që të mundin dhe Parizonin, për të mundin dhe Starovën. Ne sigurisht pastaj... Jo, pastaj që nuk keni qenë me Partizanin, nuk keni dëshirë të madhe me Partizanin. Jo, unë kam qenë me Parizonin, po sot jam me Kuksin. Ashtu që kam qenë me skuadër tjetër. Natyrshëm që ne kërkojmë të japim maksimumin aty ku kontribuojmë. Kështu që shpresojmë që ta kalojmë me sukses dhe shpresojmë që mos na japin ai penalti kundra. I doli para pritje. Shqari 8 brazilian ka Kuksi në organikën e tij.
Prandaj bën dhe atë lojë që nuk pa e shef Gerdi, me goditje dënimi me topat lartë. Ka ikë Pejic, që bote palë në futbolin shqiptar, edhe ka nërë të brazilianët e vërtet, që din të lujnë futbol. Prandaj ka sukses. Por e keqja Kuksit, se e pas që ishte shumë mirë, edhe pse lute me skuadrën kryesuese, e bënte dallimin me Teutën, pa tjetër. Jo vetëm me golët, për dhe me lojë. Kështu që ka skuadrën më të mirë. Ndërkohë që këtes arrit kuptoj Tiranën me Ballçin. Lunte skuadra po thuj kryesuese me të fundit tabelë edhe diçka tjetër që edhe të shkon në miden tënde. Kuksi i ka të gjithë mundësitë me brazilian të dali kampion. Po fatkeqësia si e Ronaldos që luan Messi, ka Korçën, prandaj nuk vetëm kupën ka. Edhe Ronaldos del sa është Messi. Kjo është muhabet. Muhabet bën sa duhet, po ne. Po pse çka kujton? Pastaj fusha është gjë tjetër, nuk është muhabet, është fat. Është gjë tjetër. Muhabet është ajo që thotë. Dhe Veliun, vetëm një pyetje kam për Gerdin të them. Ka afruar dhe Veliun, përveç se një sulmuesi brazilian. Mendon që do të jetë një rival i fortë për Skënderbeun të vit Kuksi? Profesor Lika nuk e di, me që ju e thatë. Unë Veliun e kam stërvitur 2 vjetë të flamurtari dhe në momentin që ka qenë tratativa, ka qenë dhe me Vllaznin dhe me Kuksin, kam qenë tavolin duke pirë kafe me sportistin dhe ma kërkoj një këshillë dhe më thotë profesor, ku të shkoj, të Kuksi apo të Vllaznia? I kam sugjeruar teknikisht për të shkuar të Kuksi, duke qenë dhe i skuadë që pretendon, sepse flitet që djali do të jetë deri në janar dhe pastaj do të shkoj të skuadra tjetër që ka bërë marrëveshjen të Vardari Shkupit. Është një vlerë e shtuar, pavarësisht e politikat e klubit të profesori Dimir, se si i kanë afat gjatë, nuk diskutohet, por do shta kanë menduar për një kohë të shkurtër ta kenë kontributin e Veliu, pse jo. Edi, desha? Jo, desha një replik miksora me profesor Asani që ai ka frikë mos japi në penalti, po unë do të kisha frikë se do marrin e karton të kuq, po i do Masan ti Ahmet flasim. Domethënë pas një gjest të një futbollistit Kuksit që goditi me këmbë në tokë futbollistin e Durrësit, them që do merrni karton të kuq, po bëhet atë. Kjo është një moment që nuk u menaxhua mirë nga futbollisti jon, si nga... E kisha me shaka në kuadrë e thej që gabim arbitrare ndodhë. Gabim, sigurisht gabim i lojtarit tonë në rastin që ju e shikone. Në përgjithësi, ndeshja ka qenë një fair play vërtet, ishte një moment që ndodhin, mirë mos ndodhin, por ndodhin në fushën e futbollit, pastaj Kuksi... Ja, çdo gjë ishte normale. Ishte normale në harkun e 90 minutave, ashtu siç kanë qenë neshët e tjera. Diçka kisha unë tjetër, më fal. Në fakt ka pasur disa tentativa gjatë këtyre viteve që të bëhen ekipe të mira me lojtar brazilian, po në djenin time përgjithsisht nuk kanë pasur shumë sukses. Ndoshta Kuksi është ndryshimi. Gatësia që ka. Edhe Renato se në tjetër që në javën e parë. Brazilianët u vunë vështirësi apo jo? 4 luajnë fush apo jo? Normalisht që në vunë vështirësi sepse gjithmonë loja poshtë dhe loja teknike mbrojtësit i vënë më shumë vështirësi. Duke ditë që vjet Kuksi më tepër mundon të shfrytëzonte Pejiçi me topa gjatë, edhe ne e kishim pak më të thjeshtë. Te vit shikojmë një Kukës më teknik në fush, më sulmues. Mirë, edhe kampionati bëhet më i bukur. Dhe kënaqësi që të ndeshemi me Kuksin edhe 3 tjerë. Ne deshe fjalën? Jo, vetëm 2 fjali, për të udhën pata përshtypjen që ose më saktë mendoj që duhet ta kishte luajtur më kujdesshëm ndeshin. Jo aq ballhapët. Duhet ta kishte luajtur më tepër si një tamam klasikisht një ndeshje jashtë fushë, se sa një ndeshje ndaj një rivali, po them kështu. Ndërsa tek të Kuksit, sigurisht gjithë na pëlqen dhe na tërheq loja e brazilianëve, më them që ka një lloj problemi sepse skuadra më duket është e ndarë me një satër mes e poshtë, domethënë, është një Brazil puro sipër edhe një Shqipëri puro poshtë. Më thonë, ka nevojë që të përzihen një çik këto gurët, si më thonë, që të fillojë të ngjaj Perik Zofit, kur i thonë. Mirë. E lëm pas edhe Kuksin për të shkuar tek Tirana. Mneri do ta nis me ty. Çfarë nuk po shkon me këtë Tiranë? Çfarë shkon? Skuadra nuk bind. Skuadra nuk
nuk prodhon, u bën ndeshje e dytë, më përshim të asaj ndeshjes parë në Puk që i bie ta quash rastësi, edhe në ndeshjen në Kruj. Pavarësisht se atëherë mund të justifikohet edhe me faktin që ishte përballë Laçi një skuadër shumë e organizuar, gjë që tregoj edhe sot. Dje në Qemal Stafa them se një tjetër zhgënjim. Skuadra që si thua duket që nuk është e qartë në atë që kërkon fushën e lojës, në mënyrën se si e kërkon. Pastaj vjen momenti që më duket që ka ardhur koha që senatorët, po i quaj kështu, duhet të rrinë në stol. Në qoftë se nuk bindin fushën e lojës, ka bërë 2 ndryshime Muça në drejt përfundimit të ndeshjes, 2 forcat freksa si Kërçiku, si futbollisti Kadriu që luante për herë të parë, që realisht ndryshuan krejt rrjedhën e lojës, sjelljen e skuadrën në fushë. Nuk e di, problemi pastaj qëndron tek finalizimi, tek Tirana më duket se po krijohet sindromi Bushić, kush është aty në maj fillon e vuan, domethënë si ai që vojti tërë kampionatin në pritje për t'u zhbllokuar. Nuk e di, nuk jam në gjendje të them, të vendos gishtin tamam aty ku duhet, por se cili është problemi, sakt. Ende një gjë që ndoshta janë ende paqartësi të vetë Muçës, që edhe skuadra është e paqartë, nuk ka marrë vendimet e përfundimtare, si me thonë, si do eci skuadra. Muça ka thënë Gerdi që nuk është pak fakti që lojtarët, pra sulmuesi nuk kanë luajtur kurrë me njëri tjetrin. Pra është një problem që të paktën ai e shet do kohën e vet që t'ja marrin dorën njëri tjetrit për të luajtur së bashku. Është përdorur shpesh ky termi kolaudim që mua të them drejtën nuk është më pëlqen shumë. Termi konfigurim, ndërtimi, proces ndërtimi skuadrës, po shkojmë mjaftueshme, jo më kohë është fazë përjetore, jo më kohë janë ndeshjet miqësore, që të shkojë të vish në kampionat me një skuadër të konfiguruar. Tani, se duan kohën e tyre, do kohën çdo lojtar për të arritur formë optimale, po jo skuadra. Skuadra duhet të hyjë aq më tepër një skuadër që është shkuatuar për të qenë fituese të trofeut. Unë personalisht nuk e shoh dramatike, mund të bëj një diskutim që bën për Partizanin që përmbys ndeshjen e parë me Pukën, barazon duke qenë disavantazh me Laçin në momentet e fundit dhe barazon me Bylisin. Ne po e bëjmë dramatike dhe pajtojmë me pjesën e fundit që dhe trajneri vetë është i paqartë. Ndoshta edhe për mënyrën se si do ta vendos skuadrën në fushë. Por mos harrojmë një fakt tjetër që përballë kishte një kundërshtar që ne e kemi nënvlerësuar ose të gjithë e kanë nënvlerësuar për faktin që u mund nga Turbuni i Pukës, një rival direkt për qëndrim kategori, por është një skuadër shumë dinjitoze me një trajner shumë të zotin teknikisht, taktikisht. Shumë dakord, ishte Bylisi që luajti. Ishte Bylisi që luajti shumë mirë. Vendosja shumë e mirë e tyre. Vënia e vështirësia e tyre e bëri nervoz dhe skuadrën e Tiranës që nuk arriti në asnjë moment që të shfaqesh natyrshëm dhe lirshëm. Domethënë në rasti konkret komplimentet shkojnë skuadrës Bylisi. Okej. Shqarri, si e be? Do t'i bëj komplimente. Se edhe Bylisi kishte rastet e tij. Po pra, Tirana nuk finalizonte dot, por Bylisi kishte rastet e tij. Kisha të vështirë dhe më ndihmoi shumë, e doja analizën e Gertit, është shumë i saktë. Por këtu më duket se triumfoj si trajner Agincane. E njoh si trajner që ka pas sukses, jo se ka del kampion, por që punon me pasion dhe me përkushtim të madh, i bën skuadrat, i çon atje ku duhet, me ballsh, me skuadra, jo, kush e di se çfarë, edhe me shkodrën mirë pa të punuar, pa çka pse hoqën, por dje ai doli më i suksesshëm se Shkëlqi Muça. Lutje në fushë në Tiranës, paraqiti një skuadër me mbrojtje elastike që ndihmonte edhe sulmin, e vun pozit disa herë portën e Tiranës. Kështu që të kesh, e kam thënë dhe herën tjetër, një dyshe si Gilman Lika dhe Gilberto brazilian, se me brazilian të Kuksit, ky ka dhe më shumë avantazhe, është dhe i gjatë, ky luan dhe me kokë, mund të luajë dhe qendër. Po dhe që përshtatur me kampionate shqiptare. Po, ka luajtur kjo edhe me Tiranën, edhe me Vlorën, nuk ka dhënë, nuk ka bërë hatan, por unë them që në të ardhmen nuk e shoh me gjithmen kritike,
ka 5 pika, po jo? 2 barazime, 1 fitore, dhe me kontingentit që ka, do dali. Është fillimi, unë shpresoj që edhe Flamurtari, edhe Vllaznia të ecin, jo më Tirana. Renato, pas ndeshjes me Beshiktashin, keni përballjen me Tiranën, apo jo? Si të duket në këtë nisje Tirana? Do t'jetë vërtet pretendente për titull, apo është herët për të gjykuar? Sigurisht që është herët për të folë akoma, sepse por besoj që Tirana do jetë aty për titull. Ekipi sa do vijë dhe do kolaudohet, do përmirësohet, kam përshtypjen. Ka shumë cilësi. Kjo të bën që të besosh te Tirana, sepse ka shumë lojtarë cilësor përpara. Shikojmë tani. Lojtar cilësor kishte edhe Flamurtari sezonin e kaluar, por te Flamurtari është gjë tjetër pastaj po. Se hyn shumë gjëra të tjera, është edhe ambienti pak më i sertë atje. Duhet të jesh i fortë nga ana psikologjike. Jo, nisesh nga kualitetet që kanë në skuadër. Kualitetet nuk mungojnë edhe i herë në emra. Mos harrojmë që është edhe pritet dhe Muzaka të vi. Por kur dëgjon që alternativ e këtij sulmuesi që nuk po shënon është mes fushori japonez, sikur kërcet i qik. Kemi parasysh që skuadrat e tjera që pretendojnë kanë një, s'po them asë në nëmën, po e kanë një lojtar rezervë që mund të zëvendësojnë në atë plan zhvillimi loje, që kesh një të dytë kur dëmtohet. Nuk është në avantazh që skuadra duhet modifikojë futbollist për të plotësuar një repart. Ndërkohë që ke me bollëk dhe realisht do të gjendesh në vështirësi kur të vijë dhe Muzaka i gatshëm, është edhe Lika, po është edhe Kërçiku që u shfaq mjaft mirë, po është edhe Fukui në krahun e Maj, po është edhe Baka i Është vërtet thoni ju që nuk ka alternativë tjetër në vijën e parë sulmit bankinë? Për sulmues puro po them. Asnjë? Ne do mundohemi të japim goditjen e fundit Tiranës. Vetë e pohuar nga Muça. Edhe lën Morinën në momentet e fundit të Flamurtarit? Tirana duhet të galet me Korçën, do të qenë sigurisht. Megjithatë, pas uniform me Korçës sot Ballçit. Ju e thatë edhe më herët që është herët për të gjykuar skuadra, po kur duhet i gjykojmë realisht e cilat janë ato që janë pretendente për titull? Tash disa skuadra vinë si thush të përgatitura gjatë në kampionat dhe ku kemi përgatitje gjatë, natyrshëm që duhen në javët e para të rimarrësh formën, sepse zakonisht skuadrat të formën këto që përgatiten gjatë, fazë përjetore marrin në muajin tetor, paktën sipas llogaritës e stërvitjes. Problemi që ndron me skuadrat që kanë luajtur Kupën e Evropës. Kjo është vështirësia. Menaxhimi i këtyre skuadrave, siç është Skënderbeu, që është përgatitur për Kupën e Evropës, nuk është përgatitur për kampionatin, pastaj ndërthur përgatitjen me kampionatet. Por pavarësisht saj, qëndron merita që këto neshe i ka fituar dhe pavarësisht të tregojnë një gjendje të mirë. Problemi qëndron në ecurinë, ashtu siç është dhe Kuksi që është përgatitur për Kupën e Evropës, pastaj ka filluar i përgatitur për kampionatin. Kështu që normalisht kemi këto dy lloj përgatitjesh dhe ato skuadra që thash herë tjetër kanë filluar, janë përgatitur gjatë, forma maksimale e tyre shpresohet në muajin tetor. Kurse këto tjerat mund vuajnë për formë, po ndoshta nuk po vujnë për rezultate. Po ju po flisni për një përgatitje shabloni, nikoj që ju dini shumë mirë që ka dhe ndryshojnë llojet e përgatitjeve. Mund të ketë merit përgatitja atletike i skuadrës të Skënderbeut, në rastin konkret një skuadër tjetër ndoshta nuk e kanë lartësinë e dur, nuk është se janë shablon përgatitjet për të gjithë, dhe ti marrim tash dhe do vinë të gjithë në fund të tetorit në formën optimale apo në fillim të ndorit. Thjesht, domethënë, ju e dini më mirë nga mua. Jo, unë nuk mendoj se ka merit përgatitje atletik. Unë besoj që është një nga... Jo. Koncepti i përgatitjes atletike është koncepti që ai drejtohet nga trajneri. Trajneri është drejtuesi i stafi teknik dhe ai përcakton përgatitjen e skuadrës. Pastaj për pjesën e dozimit të ngarkesave, dim shumë mirë që ai është stërmullari. Nuk është trajneri. Trajneri është thjesht tekniku. Ndoshta jam i gabuar. Kemi përgatitja atletik ka i frizamonik në dorë, që e lëvisi mas dëshirave trajnerit, sa për djeni.
Franco Ferrari... Pastaj nuk është veni këtu për ty në diskutime. Pavarësisht, okej, jo thjesht. Neri, shkurtimisht. Jo, shkurtimisht fare, po them duke mos pretenduar se një këtë fush, unë them që mu më duket më tepër si justifikim kjo puna e tetorit. Dhe përgatitesh gjatë verës që kur të filloj kampionati, ti është në rregull. Unë e di, është si puna e... Po pse Juventusi nuk është gati? Si është gati? Nuk është gati dhe Juventusi. Rezultate vetëm negative. Se po humbes? Ka ishtë 3 lojtarët kryesor, normal që... Forma më mirë e skuadrave vjen në muajin tetor ato që përgatiten për 8 javë, 9 javë gjatë verës, Fatmir. Kjo është një normë e përgjithshme dhe kjo është një teknikë e përgjithshme që kanë skuadrat. Pastaj në qoftë element veçantë skuadrës, lojtarë të nivelit lart, i bëjnë diferencat me skuadrat e tjera, kjo është problem tjetër, por skuadrat në përgjithësi arrisin formën maksimale të tyre mbasi përgatitje të gjatë verës në muajin tetor. Edhe ruajnë për një kohë gjatë. Edhe sigurisht e përmisoj dhe vazhdojnë të ruajnë dhe gjatë kampionatit. Kjo është edhe, më falë si vitat në presë, kjo është edhe rezultati fazave editore, që Skënderbeu ose Kuksi për shumë i kanë krye jashtë edhe ndeshjet miqësore i kanë pas me kundërshtar shumë të fortë. Edhe që aty fillon e ngren nivelin, edhe të gjendjes fizike, edhe kolaudimin e ekipit. Nuk është njësoj si të lozësh me Shakhtarin ndeshje miqësore ose të lozësh Maqedoni me ato ekipet në orë që janë ato. Në kampionatin angles thuhet shpesh që ai që ka gjendjen më të mirë në mars fiton kampionatin. Në mars, që arrin që mbijeton, që ka gjendjen në mars. Sepse natyrisht është shumë strapatësuese ky. Me që jemi të fundit që do të më qenë më mirë. Po them që e konsideroj si justifikim për faktin se më duket sikur gjërat kanë evoluar në futboll. Nuk është më ajo kohë që luaj një herë ditën e tjetër dhe mirupafshim ditën e ardhshme. Tani gjërat kanë ndryshuar edhe në pikpamjen e teorisë, përgatitje skuadrës, teorisë stërvitjes në përgjithësi. Kanë ndryshuar për të gjithë, edhe për ty dhe për kundërshtarin, kështu që është jemi në të njëjtën. Po themi për ne vetë, për një skuadër që përgatitet për të filluar një kampionat, për të filluar një sezon. Nuk është ajo e përpara 30 vjetëve. Po flasim për Tiranën. Ajo që tha Gerti është perfekte. Nuk ishte problem Tirana, ishte Ballçi. Kur vinë neshjet e ekipit kombëtar që bëjnë shtator, themin nuk kanë arrit ndoshta formën lojtarë se sa ka filluar kampionati dhe kjo data shtatorit nuk është shumë e përshtatshme pikërisht sepse mbart në vetvete këto probleme. Zoti Fatmir. Sipas mendimit tim në futbollin e sotëm kërkohet të jesh në gjendje sot, nëse dikur kërkesat ishin edhe në një gjendje jo optimale, një futbollist i mirë mund të jepte shumë. Sot duhet të jesh mirë. Seminari UEFA mbaroi. Jo. Kjo ka shumë rëndësi, zoti. Këtu sepse... Ne flasim, ne po diskutojmë, sepse ndikon negativisht... Më folklorik. Edi, i kërkohet shumë të tërë për skuadrës dhe e vjen në presion skuadrën. Pra ku jenë tifozëria, apo shtypi, pra mos arritje rezultatit në moment fillimit kampionatit, do të vjetë në presion, kur edhe tifozëria i dinë dhe janë serum, për shumë shpara i përmeni Racic e shikoj aty që sikur bote së viti individuale, pra ka qenë i dëmtu, pra ndë ndoshtë s'ka lujt nga fillimi me pararezion, pra vazhë ati gjese. Pra ku je mirë informuar, sigurisht dhe ti nuk ushtron presion që pastaj bëhet problem për skuadra. Ne përflasim, mund përflasim në këtë kuadrë. Oke, Shqari, Flamurtari ka marrë pikën e parë, por pa trajner. Po pra, nuk e morë vesh, doli një italian. Duhet të mungon dhe trajneri që të merte pikën e parë në këtë fillim kampionati. Edhe jo një loj stërvitore, Arsyeja zyrtare, mungesës trajneri ishin arsye shëndetësore. Që paraqiti një fytyrë të re, ose pa trajner që e ka ma mirë Flamurtari, po ja shikoj, pas një spektator, bërtasin vetëm futbolistët që ndigjohen ma e këtu ma e patje. Kësë është kampionat, edhe s'ta mbushmenjen as Kuksi, as Skënderbeu, jo më ta mbushmenjen Flamurtari që mari pikën e parë mas të Gerdi, na fol pak për Flamurtari. Ishte një ndeshje vakët, nuk arridhi as niveli mesatar, nuk që shumë pak dy luftime, aq më tepër unë pretendoja të paktën nga Laçi që ka armën e vet, karakterin,
Në pjesë parë kishte një numër të barabartë të dy luftimet fituar, 33 ka mbajtur dëshnime. Pjesën e dytë ishte flamurtari diçka më superior. Shumë e vakët loja në fazën e ndërtimit. Shumë probleme shfaqen të dyja skuadrat edhe në fazën mbrojtëse. Pati goditje diçka më shumë drejt portës nga në flamurtari, por ishin goditje jo fort të rrezikshme. Në të tërën besoj që më shumë i kënaqur ka dalë skuadra e Laçit nga kjo ndeshje, sepse ashtu si interpretoj lojën ishte drejt kërkonte një barazim. Mirë. Meri, ndërkohë që Cungu e ka cilësuar si lojën më të dobët të ekipit të Laçit që kur ai e drejton këtë ekip. Sinqeriteti i trajnerit. Kaq, pik. Mirë. Folëm për kampionatin shqiptar, do të flasim edhe për kombëtaren, por fillimisht unë ju njoh edhe me përballjet e javës së 4, Partizani Kuksi, Skënderbeu Tirana, Flamurtari Vllaznia, Teuta Tërbuni dhe Laçi Bylis. Ndërkohë do të flasim pak për kombëtaren, sepse Shqipëria është e treta në grupin I dhe tashmë është zyrtarisht në play-off, por shanset janë për të arritur një kualifikim direkt për të renditur e dyta në këtë grup. Megjithatë, ka një debat midis Debjazit dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Fillimisht do ndjekim një kronik përgatitur nga Enos Kaço dhe kthehemi për ta diskutuar.